Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të kënë Allahu Azza wa Jalla, atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet e tij dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i 41 me radhë, 41 me radhë që flasim poshtë rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe kemi arritur tek hadithi 15 me radhë. Dhe hadithi ky i 15 me radhë vjen prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu. Dhe në më herët disha këna folë për Abu Hurairën, këtë sahabi shok pejgamberit a.s. dhe që njifet prej transmetuesve, prej përcjellësve më të shumt të haditheve. Këtë se ka thonë pejgamberi alayhi as-salatu was-salam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Tha pejgamberi alayhi salam këtë pjesën e parë të hadithit, kush beson Allahun azza wa jall, kush beson Zotin dhe në ditën e gjykimit, ose le të flet mirë, ose le të hesht, vazhdon hadithi. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet mirë me fëmijën e tij, me kushin e tij. Vazhdon hadithi. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu." E kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet mirë me musafirin e tij. Këtu përfundon hadithi. Hadithin e sjell Imam Buhariu dhe Muslimi. Për këtë hadith inshallah do t'i flasim pak fjalë, e që më thon drejtën ky hadith është shumë përmbledhës për etikën e muslimanit, për sjelljen e muslimanit me të tjerët. E në këtë rast, fillimisht sjellja e muslimanit me gjuhën e tij, që të jetë i kujdesshëm në të folurat e tij, e pastaj sjellja e muslimanit me fëmijën e tij, e që neve na duhet një jetë shumë kjo, me di se si të sillemi me kujshin, me fëmijën. Pastaj sjellja e muslimanit me musafirin. Edhe këtu përderisa nëse keni mojt me diçka që kanë folur për haditheve të kaluara, është nxjerrë si rregull se përderisa këtu pejgamberi sa e lidhi me iman, me besim çështjen, kur tha kush beson Allahun, ku e lidhi, përderisa e lidhi me besim, atëherë kuptohet se jemi të obliguar që të sillemi, pra ka përse obligimin, që të sillemi mirë me fëmijën, me musafirin, dhe ta mbajnë gjuhën tonë, jemi të obliguar. Kjo. Pastaj hadithe tjera që e forcojnë këtë hadith, që na e nisëm me këtë hadith, është edhe hadithi tjetër që e forcon pjesën e parë të hadithit, kur tha pejgamberi selam, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. Hadithin këto e forcon një tjetër transmetim, një tjetër hadith që ka sill Buhariu dhe Muslimi gjithashtu, që tha pejgamberi selam, "Innal 'abd la yatakallam bi kalimatin." Ndodh tha njeriu, ta flet robi muslimani, ndodh ta flet një fjalë. Por me hadithe të tjera që shtesë këtina, është por nuk i kushton vëmendje fjalës që ai e thot. Por nuk i kushton vëmendje, nuk është i kujdesshëm se çka flet, yanzilu biha fi an-nar ab'ad ma bayna al-mashriq wal-maghrib. Tha pejgamberi sa atëherë ka mundësi për atë fjalën që ai e çet prej gojës së tij, e i pa kujdesshëm, e me atë fjalë e fyn Allahun, e fyndin e hidhëran Allahun, atëherë tha ka mundësi ai për këtë fjalë që ka thonë në pakujdesi, por e ka hidhuru Allahun, atëherë do të hidhet në zjarmin e xhenemit me një lartësi sa prej lindjes në perëndim. Që ka që thellë me shku në zjarmin e xhenemit, veç nëse ke fol një fjalë ndodh, me fol një fjalë të pakujdesshëm. Për këta tha pejgamberi në hadithin që na e nisëm, ose fal mirë, ose hesht. Më mirë ta qetë, ma hesop ki, nëse ti hesht, se so flet shumë. Ma hesop ki. Shumë prej të parëve kanë thonë, se nuk më ka rastisë deri tash, mu pendu për heshtjen që kanë bërë. Por, shumë herë jam pendu për të folurën që kanë bërë. Shumë herë jam pendu pëse kanë folë. Amo pëse kam hesht, nuk më ka rastisë mu pendu, as miro pishman. Kështu kanë thonë shumë prej
prej të parëve. Pra kjo pjesa e parë e hadithit tha pejgamberi, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, let flet mirë ose let e hesht. Hadithi tjetër që sjell e forcoi këto tha pejgamberi, e më bën me fol keq, diçka çka e hidhëron Allahun, e s'ke qeni kujdesshëm në të folurën tënde, atëherë ka mundësi me shku në zjarmin e xhehenemit në një thellësi prej sa dallimi prej lindjes dhe perëndimit. Ndërsa për pjesën e dytë të hadithit tha pejgamberi alayhis salam, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit le të sillet mirë me fqinjen e tij. Kështu na obligoi pejgamberi alayhis salam që të sillemi mirë me fqinjen, me kujshit, e të mos jemi prej atyre që më nxipresmi që fqinji jon, kujshiu jon, ta bën një gabim dhe na t'ja zbulojnë atë gabim. Ai ta bën një gabim dhe na t'ja shpërndajna gabimin e tij. Ai e ka një tmet dhe na të flasmi për tmetën e tij, ose edhe të kundërt të shndodh, ai s'ka hiç po na janë gjesmi dhe sikur ai e ka. E këto tha pejgamberi, e kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet mirë me fqinjen e tij. Ndërsa një hadith tjetër që e forcon këtë hadithin që na e folëm, një hadith tjetër që ka sjell Buhariu që e forcon veç këtë fjalën e dytë, pjesën e dytë të hadithit. Tha pejgamberi alayhis salam, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Pejgamberi sa 3 herë përsëriti dhe tha, pasha Allahun s'ka besuar. Pasha Allahun s'ka besuar, pasha Allahun s'ka besuar. Dhe prej atyre rregullave që kanë nxjerrë në hadithet e kaluara, kur betohet pejgamberi se s'ka besim, don të thotë, nëse që ajo far rregullin, nëse që ajo far gjunohi, që ajo far veprimi, s'është që të nxjerr për dinit, kuptohet në mënyrë të prejme se është gjuna me bon, është haram me bon atë veprim. E i thanë pejgamberi të sëmë, ja Rasulullah, man ja Rasul, e kush është ky person për cilin ti po thu se po betohesh në Allahun se s'ka besu? Kush është ky? Si ja kthej pejgamberi sa? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ja kthej, alladhi la ya'man jarahu bawa'iqah. Ky është personi që kojshia i tij, fqinji i tij nuk është i sigurt prej sherrit të tij. Alayhim salam. Pra përderisa fqinji jët, kojshia jët, nuk është i sigurt prej sherrit tënd, prej fyrjeve tua, prej maltretimeve tua, prej çtimeve tua, nëse s'është i sigurt, tha pejgamberi sa nuk e besu. E që kjo fjalë në këtë rast, kur i drejtohet fjala pejgamberit, nuk e besu një gjunahut, i bjen s'ke iman të plot, po je gjunaqar dhe i qëtër. Zdo të që je krejt qafir, nuk do të që je krejt qafir, pa besimtar, por kjo kuptohet se je gjunaqar dhe në fët, është gjunah i madhë. Kështu e kanë trajtu djetarët këtë pjesë të hadithit. Pra pjesa e dytë hadithit që na e nesim, hadithin e 15. Pjesa e dytë ke, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet mirë me fqinjen e tij. Kjo hadith tjetër në Buhari e forcoi këtë pjesë dhe tha, pasha Zotin, pasha Allahun s'ka besu, pasha Allahun s'ka besu, pasha Allahun s'ka besu, tan kush? Tha ai që kojshia e tij, fqinji i tij nuk është i sigurt prej të këqijave të tij. Nëse tash ti matë veten tënde. Ti matë veten tënde. Nëse kojshia jot kësillë këshi ko gja. Dhe më thonë, nëse këshia e të ka malë, me dalë në sakak prej teje se të ngucë. Ose, malë e ka këshia me bo dishka se edhe me niti, se si ta një shtit të keqen ja shpërndan, ose edhe në edhe matë modhe se kaq, atë e di se je ka bën një gjëna haram të madh, duke nejtë nashta në shpe. Duke nejtë në shpe, je të bën një haram të madh. Për ta tha pejgamberi, hadithin e fillim atje, tha, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet mirë me kojshinë e tij. E këto heneze dhe më tepër, e forcon fjala Allahut azza wa jall. Kur Allahu tha në Kur'an, "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Ju adhuroni Allahun, shok atij mos i bëni shok atij. "Wa bil walidayni ihsana."
Edhe ju urdhëron Allahu që të silleni mirë me prindërit tuaj. وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى. Edhe Allahu ju urdhëron juve që të sillni mirë edhe me prindrit, me të afërmit tuaj, me jetimet, me të varfrit, edhe atë këjshin që e keni të afërt. Pra dhe Allahu direkt kërkoj për te edhe meje në mënyrë obligative që të sillemi mirë me fëqinjën tonë, që të sillemi mirë me këjshin tonë, për mënyrë obligative. Për këta tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, në një hadith tjetër të shkollës së vërtet, tha pejgamberi, atë shumë vike Gjibrili, meleku Gjibril, një prej melekve, i ngarkuar për shpallje, edhe tha, atë shumë me këshillojke Gjibrili mu, që të sillemi mirë me fëqinjen, sa që me ndofta mos pas ka më trashëgu mu këjshia, fëqinje. Atë shumë vike Gjibrili më thëke, Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, sillu mirë me këjshin, urdhraj të tjerët sillen mirë me këjshin, atë shumë sa që me ndofta që pas ka më trashëgu mu, kështu tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për këta edhe njëherë për herave, pejgamberi alayhi salatu wassalam ju drejtu grave. Në këtë hadith ju ka drejtu grave. Ato tekstet e mëhershme kanë për gra dhe për burra për krejt. Por u veçu më një hadith për gra, për shkak se grat janë pak më të theksuara në këtë gabim. Në këtë gjuna janë pak më të theksuara, më të prekura, janë pak më të prekura. Shumë herë për shembull e nin filan gruaja e këqishis, kështu më bëri, edhe filan gruaja tjetër ma bëri këtë. Ndërsa ju drejtu i herë pejgamberi alayhis grave në veçanti dhe i tha, ja nisa el muslimat, o ju gratë muslimanve, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin shatin. Jo i gra, tha mos i nënshmoni gratë e këqishive, të fëqinjive, mos i nënshmoni, por mbani lidhje me tu, silluni mirë, edhe nëse kërkuhet, mja dhon një cup ashti, që veç pak mesh i ka mbetur ato, mos e nënvlerëso, po jepja azoj. Për këtë arsye, sa ma shumë që ti sillesh mirë me këjshit e tu, edhe preferuar është, prej kështu e kanë folë djetarët, se është edhe e preferuar që si shpesh najherë mja që na i dhurat këjshis, ose këjshikes, mja që na i dhurat, jo me lo njëherë në jetë, po sa ma shpesh, për shak se kjo e shtën dashurin e në mes të afërme dhe këjshive kështu. Nga që kjo pra, u kuptu se ajo pjesa e hadithit, kur tha pejgamberi alayhis salam, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet fillimisht kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. Pastaj vazhdoi, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet mirë me këjshin e tij. Ndërsa vazhdon hadithi, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të sillet mirë me musafirin e tij. E kjo pjesa e tretë e hadithit na mbetet për herën e ardhshme. Elusmi Allah të na falë, të na mëshiron. Elusmi Allahun azza wa jall për aty të mirëve që tjerët na marrin shembull për të mirë. Allahu të na ban. Walhamdulillahi rabbil alamin.